Përshëndetje. Unë jam Melisa. Mirë se erdhët në pastiqeri Çalda. Ju lutem më lironi rrugën pasi kam porosi për të shërbyer. Porosia juaj është gati. Ju lutem merreni nga tabakaja pasi ta keni marrë shtypni butonin anash që unë të vazhdoj punën. Po, në momentin që ne futëm Melisën në pasqyri Çalda, pati një efekt të konsiderueshëm në pasqyri Çalda. Ishte një dëshirë të madhe për klientelën tonë. Donin ta shifshin, kishin dëshirë se si shërbente, kishin dëshirë se si heste. Konkretisht më shumë nga fëmijët vinin me prindërit që i shoqëronin. Edhe kjo na solli një rritje të konsiderueshme klientele në pasqyri Çalda. Ja dhe nga tabakaja, pasi ta keni marrë shtypni butonin anash që unë të vazhdoj punën. Kjo është kolegja jonë e dashur që na ndihmon gjatë gjithë kohës, Melisa. Noi veniamo ogni anno da Çalda, ogni volta che torniamo in Albania veniamo da Çalda per i suoi dolci, ma quest'anno c'era un motivo in più, che è Melisa. E è stata una piacevole scoperta perché eravamo abituati a robot molto più schematici, quadrati, con delle forme geometriche, e invece Melisa ha una forma molto familiare, sembra un cameriere vero, sempre sorridente e peraltro un cameriere che non si stanca. We just came from Belgium to spend some holidays in Albania. It's the first time we came here in the bakery. It's very nice, very good cakes, and it surprised me, new technology. Melisa, yeah, it's very funny. Melisa është një robot që unë i bëj shërbime, e pastroj, e vej në karikim, mi bjem pjatat, pala. Do më thana shumë një ndim shumë e madhe. Edhe klientat i përshëndet, edhe ma mirë se një njëri. Porosia juaj është gati. Ju lutem merreni nga tabakaja pasi ta keni marrë shtypni butonin anash që unë të vazhdoj punën. Kur erdhi në fillim na u duk si diçka e çuditshme, po prap u mësum me këta, duke na shërbyer, duke na lehtësuar punën, duke na ndihmuar për çdo gjë. E komandojmë shumë mirë, na është bërë si pjesë e stafit. Edhe na është bërë diçka e përditshme, nuk rrim dot pa Melisën.